Skënderbeu është rikthyer tek fitoria në kampionat duke mposhtur Apollonin në një përballje spektakolare, ku protagonisti absolut ishte Nasër me një triplet vendimtare. Skuadra Korçare reagoi pas barazimit javës kaluar në transfer ndaj Korabit, duke marrë 3 pikë të rëndësishme që e mbajnë në krye të renditjes. Takimi i dhuroi emocione dhe ritëm të lartë me Skënderbeun që shfrytëzoi më mirë rastet e krijuara. Nasër ishte vendimtar me 3 gola, duke udhëhequr skuadrën drejt suksesit dhe duke konfirmuar formën e tij të shkëlqyer. Apollonia reagoi në disa momente të lojës dhe arriti të shërnojë 2 herë me Sulo dhe topin, por golat e tyre nuk mjaftuan për të marrë pikë e kjo transfer të vështirë. Me këtë fitore, Skënderbeu vazhdon të mbajë vendin e parë në tabel duke krijuar një diferencë prej 3 pikësh nga ndjekësi më i afërt Laçi. Forma e mirë dhe rezultatet pozitive konfirmojnë objektivin e skuadrës korçare për të qëndruar në krye dhe për të synuar objektiva madhore në këtë sezon. Në anën tjetër, humbja e thellon situatën e Apollonis në renditje. Skuadra fjerake mban aktualisht vendin e 9, pozicion që i çon në zonën e play-out, duke rrezikuar seriozisht mbijetesën e elit. Fitoria e Skënderbeut rikonfirmon momentin pozitiv të ekipit korçar, ndërsa gara për titull dhe mbijetesë në kampionat pritet të mbetet e hapur deri në javën e fundit.